Kë bën më mirë nga këto? Mendoj se më mirë bëj gruan e mirë. Gruan e mirë. Të dy të tjerat Përpiqesh. I bëj në një nivel pak më poshtë kjo kryesorja që më duhet të bëj. Kush të bezdis më shumë, njerëzit që të pyesin për dashurinë, apo ato që të kërkojnë të bësh foto edhe kur ti s'ke terezi, kur je pa make-up, kur ke, nuk e di, nerva apo me thënë drejtën asnjëri as tjetri nuk të bezdis. Yes. A të ndodh ty që fëmijët të korrigjojnë në mënyrën si vishesh apo të korrigjojnë në muzikë? Që Fernando është fanatik mi, kisha veshur përpara ca vitesh një fustan pak me kuriz për jashtë. O futa në bank, unë si kisha punë në bank. Shifja, unë pse rikim brapa kurizit tim dhe rinj të mbulon të ç'ke? Është ka dalë gjithë kurizi. Aty si burri vogël. Janë ca këto fëmijë që rriten, sidomos çunat, që u shkojnë në moshën para adoleshencës. Kam dëgjuar dhe mi thoshte mamas njëri që ka qenë Miss Shqipëria dikur që tregonte një herë tha, mos hajde në shkollë. Nuk pyesësh për mësimet. Se i thonë nxënësit sa mirë kam. Kush është personi që të bën ty më shumë të qeshësh në familje? I bën gjë për ti. Albani ka humor? Albani ka shumë humor. Lexha duhet të serioz, ka çrik që s'ka humor mi. Ose pra sa e takoj më duket gjithmonë kështu si i ndrojtur, si i tërhequr. Ashtu është nga jashtë apo në shtëpi. E di si bën tekstet me rim apo jo, i çaj. Tani do të tregoj një histori të shkurtër të Erionës. Unë kariku tani kë. I kishte shumë qejf atë Ertrit Berishën, Eriona, sepse është kosovare në origjinë. Po. Edhe i thashun, shi ky portieri Joni Kontarec, isha kontar, isha Albani me kontarën atë. Të shkoj të takoj cik, tha, vajte Eriona, për qafe Albani, ai tha, mendoj nëse salsan. Ta shkoj të rikës këmë, që nuk është ai Berisha. Imagjino. Me që jemi kështu duke qesh, duke u shkri, mora zhvëlshat me çiletën. Pa pjesën time? Pjesën tënde? Dëgjoj, aty ku që vjen Çili, që më bëj atë ndum. Hajde çuna, punoni dhe një herë tjetër. Sa kohë të duhet Çili më u bë gati me dalë në televizor, me dalë në televizion, në një intervistë, me dalë në koncert? Do të si ishte përgatitja për rikthimin tënd? Je natyrë që fokusohesh te vetja shumë dhe merr kohë? Dikur po. I kushtoja shumë vëmendje. Sot për hir të vërtetës, edhe thojnë me thënë drejtën nuk i bëj. Je tipi komplet. Kështu që i thoj. Do të nuk kanë fare komplekse me veten, se dale pa lyer, se dale veshur thjesht, se ikim në një vend që ka shumë njerëz, nuk e vuaj fas, më thënë dhe për tu dukem keq nuk e vras mendin fare, që sa më bëj më njoll nuk e vras pra mendin fare. Por që pa diskutim që tek rasti e skepit më mori 3 ditë kohë nga jeta, se vajta 3 ditë Joni Peçi, çdo vishnim. Bëra 3 veshje të ndryshme për të 3 ditët prova, derisa vendosëm çdo vishje që tisha sa më tani Albani im çfarë tha në fund të mbrëmjes? Albani jot. Albani im moj. Albani im çfarë tha? Çfarë tha Albani? Ose domethënë sinqerisht, mbaroi mbrëmja apo kthehet si në shtëpi. Ai është një njerëz që nuk është ta bën qepën shumë kollaj. Nuk është nga ato që të komplimenton. I ka me grepa. Po i ka me grepa shumë. Aman të shijon ai komplimentin kur ta bën. Një që bën një herë në vit, po një që e bën të duket sikur çka ka bën. Kështu që po unë e kuptoj ke syt, nuk ka nevojë, ke veprimet që kur merr atë kënaqësinë shpirtërore. Po nuk është se e shpreh kaq shumë se kujton se mos më bëhet qefi më shumë dhe fluturoj unë. Unë ndjej krenar për ty, jam e sigurt. S'ka thënë gjë pra. Ne kemi 10 vjet bashkë të dy. Normalisht është krenar për mua siç jam duar për të. I thua jo karrierës për dashurinë? I them jo karrierës, po unë kam thënë jo karrierës për dashurinë, po i kam thënë unë s'dua gjithë vitet, normal që i tash jo. Për dashurinë e ke për këtë? Po për dashurinë. Po pse theti që s'më lë? Jo, po nga dashuria buron çdo gjë, fillon nga dashuria fillon formohet familja. Që do kujdesh për këtë. Atë në këtë kuptim po, i ke thënë. Në këtë kuptim po. Po nuk është pishman që ke për këtë? M'fal. Jo. Okej. Sa po të shoh për pishman? Jo, pishman. Do kisha kënduar tash, s'është problem të rikthesh, 2 kënd bonite, rikthesh prap. Po nuk pëlqej mua jeta e natës, është e lodhshme shumë. Tash trish gatosh gjithë në shtëpi. Të pastrosh. Pastaj shkosh deri në 2. Ke futboll ka, pastaj në 2 natës dalë nga shtëpia, është merr. Po mirë, ti mund të shmangësh këto Çili, siç bëjnë shumë personazhe të njohur, shumë njerëz që janë në këtë biznes. Nuk ke pse, si më thën, me bë drekën për ditë kur mund ta
Kohët e fundit për shkak të çelipitës, edhe se kam bërë për ditë për hir të vërtetës, sepse më ka marrë shumë kohë nga jeta kjo, por që Albani ka qef haj nga duart e mia, do gjellra, do gjëra tipike, domethënë nuk është akoma dhe ajo siç janë shumë njerëz që janë për puna dhe e kanë sistemin e jetës shumë të shpejtë. Ne jemi akoma ke tradicionale që duam ta hajmë drekën të gjithë bashkë, dalën të gjithë bashkë. Sa herë ke thënë vetes sot nuk do ha, edhe pastaj përfundon duke ngrënë byrek. Sa herë dush. Sot do filloj dietë. Do filloj dietë. Kam 7 vjet do filloj dietën. E mbajta një muaj gjysmë, rashi çik, tash ka filluar prap lupi. Dukesh shumë mirë. Jo mirë, jam Me thënë të drejtën, edhe nga daljet e fundit televizive je më mirë. Dhe është përgatit shumë çili, sot ka mbajt dietë për ta. Sot jam vetëm i tost, vdiqja për bukë. Në vërtet? Çfarë patatina?